Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1818, Illinois bëhet shteti 21 i Shteteve të Bashkuara. 1901 ndroi jetë në Brazil poeti i madh arbëresh Zef Serembe. 1910, ndriçimi me llampa neoni demonstrohet për herë të parë nga francezi Georges Claude në një ekspozitë industriale në Paris. 1910 ndahet nga jeta Mary Baker Eddy, themeluesi i lëvizjes Shkenca Krishtere, krijoi Kishën e Krishtit dhe shoqatën e botimeve të shkencës së krishterë. 1912, Bullgaria, Greqia, Malizi dhe Serbia, lidhja ballkanike, nënshkruan një armpushim me Perandorinë Otomane, duke i dhënë fund luftës së parë ballkanike. 1917, pas gati 20 viteve planifikim dhe konstruktim, hapet Quebec Bridge për trafik. 1918, Kongresi i Aleatëve mbajtur në Londër pas luftës së parë botërore, vendosi që Gjermania të paguajë dëm shpërblim lufte për shtetet aleate. Prej 3 dhjetorit 1941 e deri më 4 janar të vitit 1943, në kohën e pushtimit italian të Shqipërisë, funksionoi qeveria Quisling me kryeministër Mustafa Krujën. 1944, lufta civile greke, lufta shpërthen në Athinë mes Elas, ushtria shkrimtare e popullit grek dhe forcave qeveritare. 1973, Pioneer 10 emeton fotografitë e para nga afër të Jupiterit. 1984, rrjedhja e gazit toksik nga një fabrik pesticidesh në Indi shkaktoi vdekjen e 18.000 njerëzve. 1989, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush dhe ish lideri i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev shpallën zyrtarisht fundin e luftës së ftohtë. 1992, dërgohet SMS-ja e parë në botë. 1992, Asambleja e Kombeve të Bashkuara shpalli 3 dhjetorin, dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. 1999, NASA humb radiokontaktin me Mars Polar Lander, pak momente para se anija të hynte në atmosferën e Marsit. 2002, Real Madrid fiton kupën ndërkontinentale në futboll. 2004, avioni civil i linjës ajrore Flash Airlines 604 përplaset në detin e Kuq, duke shkaktuar vdekjen e 148 pasagjerëve. 2010, Nissani hedh në treg Leaf në Japoni, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, një nga makinat e para elektrike të destinuara për tregun masiv. 3 dhjetor 2011, ndahet nga jeta Sabri Godo, politikan, shkrimtar dhe skenarist shqiptar.